kos që pritet me thik. Ja, shikojni. Kos dele. Do ta bëj se baklava. E ta shikoni dhe ky është kos prej vërteti, kos mali. Jo si ai kosi që kemi në qytet. Qa kosi? Shi. Ja. Djath. Dhe qa do bësh Lina? Lina, qa do bësh ti tani? Do hedhësh tani? Po, këto do e hillim. Do hedhë, qa është? Po, këta është skrop, është godit me miell, misrit edhe me tamël qumsht. Këta është përdor në kohën kur a kanë buka pak. Mielli pak edhe e kanë godit me tamël, se tamël kanë pas bakti, për sa nxjihen buka. S'ka pas buk. S'ka pas buk. Edhe tash e kanë nxjie me tamël, që ka punu truni edhe këta për me mojt gimt. Dhe tani kjo përzihet me kosin. Tash e ven kosin këtu, kush e dën? Këta është shumë të mirë më hogër, edhe kështu. E vendos kosin sipër. E vendos kosin atë sipër. E kuptoj. Si të du. E kuptoni. Këta kanë Të hip. kosin tani do dhe edhe qumësh kosin. Do dhe miell. Ja, me këtë pamje, me këtë ajër, asë gjë nuk të bën dëm. Shive në malin atje. Iku për Instagram. Tani për televizor.